Mirdita të gjithëve, alarm varfërie në Itali. Këtë pra shkruan istat dhe unë doja ta diskutoja me ju, sepse në Itali jetojnë parafërsisht dhe rreth gjysmë milion shqiptar. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë, sipas istat, tregohet që rreth 22.6% të popullatës në Itali vitin 2024-2025, pra vitin e fundit, ose më mirë buxheti familjar i vitit fundit, ka rënë ndjeshëm dhe ky është një alarm për sa i përket jo vetëm të ardhurave financiare, por ky mund të krijojë një kolaps total, pra jo vetëm të vendit, por edhe të Evropës, sepse nga këtu tregohet që filloi linja e verdhë që me kalimin e kohës mund të kalojë në një linjë të kuqe. Çfarë do të thotë kjo? Atëherë, duhet të dini që në Itali jetojnë rreth 60 milion banor dhe parafërsisht rreth 5 milion e gjysmë ose 6 milion jetojnë në varfëri, pra në normalitetin. Dhe rreth 2 milion prej tyre, parafërsisht 2 milion e gjysmë, janë komplet të varfër, pra kështu thuhet. Dhe një pjesë prej tyre, sepse këtu flitet 20% parafërsisht të italianëve, por pjesa dërmuese janë të huaj. Çfarë do të thotë kjo? Që nëse do marrim për shembull këta 20% ose 18% si thuhet, i bie që mund të jenë parafërsisht rreth 1 milion. Parafërsisht, dhe duke thënë 1 milion nuk është gjë e vogël, me fjalë janë numra të mëdhenj. Dhe kjo tregon që jo vetëm nuk ka punë, por tregon edhe çmimet që janë rritur shumë. Nuk e di ju ku jetoni, për shembull ju që jetoni në Itali, në çfarë zone jetoni dhe si janë çmimet dhe çfarë rroge merrni. Sepse për shembull këtu bëhet fjalë për vitin 2024-2025, siç ju thash, ndoshta këtë vit është më ndryshe, por unë mendoj që është më keq këtë vit sepse ata që jetojnë në Itali e dinë shumë mirë që çmimet janë rritur shumë. Dhe nëse rriten çmimet, krijon inflacion. Dhe pagesa nuk është më e madhe sepse asnjëherë nuk rritet pagesa. Pagesa vetëm është ulur. Pra në një ulje pagese dhe në një rritje të çmimeve krijohet një inflacion dhe mund të krijojë një kolaps shoqëror. Në vitin, unë kam shkruar diçka këtu, ku për shembull në totalitet janë sipas istatë 22.6% siç ju thash të varfërisë dhe janë rreth 5.7 milion të varfër, ku në totalitet janë 2.2 pra të varfër totalisht. Dhe nga këto thot buxheti familjar viti 2024-2025 është ulur shumë sepse 1 në 5 italian, me një fjalë, ka probleme varfërie, si mund të quhet. Dhe duhet të dini që nëse 1 në 5 i bie që me fjalë në normalen po flasim këtu 1 në 5 italian. Dhe këtu thot 1 në 5 italian që të generalizoj gjithë popullatën. Pra nëse do të flasim për shembull 1 në 5, nëse marrim 60 milion banor, pra i bie që në 60 milion banor, 10 milion janë në normalen, parafërsisht, sepse kështu i bie, parafërsisht, 9 milion e ca. Tani, nëse në këta 9 milion, janë gjysmë milion shqiptar, një pjesë prej tyre janë ata që janë sistemuar. E megjithatë, kohët e fundit janë mbyllur rreth 180.000 aktivitete, ku kam lexuar që edhe aktivitete nga shqiptar që kishin hapur prej kohësh, punonin prej vitesh. Bile do t'ju them një shok që kishte vite këtu në Itali, kishte hapur një dita individuale, që quhet ajo, një shoqëri individi, pra individuale, dhe ai kishte vetëm vllai ndonjëherë ose merrte edhe nipin që punonte për të. Dhe vinte këto pllaka, rregullonte kryesisht banjot. Edhe më ka dhembur sepse Qau tha, pas 27 viteve tha, mbylla aktivitetin dhe më ka ardhur shumë keq. Sepse më shumë tha kanë qenë pagesa se çfarë bëja tha se sa puna që merja. Më mirë tha të punoj te dikush tjetër tha dhe kaq, të marr çfarë të marr. Mirë, po ka një problem që është problemi më i madh ky. Kohët e fundit ka rënë ndjeshëm puna në përgjithësi, sepse nuk gjendet punë. Dhe për më tepër në jug është akoma më keq. Dhe jo vetëm kaq,
Por problemi më i madh është i atyre që kanë tejkaluar moshën 40 vjeç. Pas moshës 40 vjeç është shumë vështirë që dikush të marri të japi punë, sepse puna është vetëm për të rinj. Do t'ja u them se përse çfarë bëhet zakonisht. Disa ligje që kanë vendosur Bashkimi Evropian, jo vetëm Bashkimi Evropian, dhe vendet të ndryshme janë favorizojnë të rinjt. Dhe është logjike që duhet favorizojnë të rinjt. Mirë, po ata të moshës 40-50 vjeç, si do të favorizojnë tani që nuk ka punë? Sepse favorizojnë të rinjt për t'u dhënë mundësi atyre që të ingranojnë dhe të fillojnë të punojnë. Dhe kryesisht fillojnë punë të ndryshme, për shembull, duke filluar që nga rrjetet sociale, apo nga makinerit, apo nga shoqëritë etj etj. Mirë, po punën e dorës, për shembull siç e bëjnë shqiptarët, nuk e bëjnë italianët, sepse nuk shkojnë. Në fakt, sipas Istat, në 13% e popullatës që punojnë punë dore në Itali janë shqiptarë. 13% janë shumë. Me një fjalë, i bie që në qoftë se do të flasim për 50 që nuk ka 500 milion, 500.000 shqiptarë që gjenden në territorin italian, që unë mendoj që janë shumë sepse janë shumë nuk regjistrohen, pra thonë që jetojnë në Shqipëri apo në vende të tjera, por jetojnë ç'është e vërteta në Itali. Në qoftë se janë gjysmë milion, merreni me mend tani se sa shqiptar punojnë punë dore. Për shembull, që mund të jenë parafërsisht rreth 200.000. Le të themi 250.000. Pra punë dore si për shembull ndërtim, mbledhje të këtyre agrumeve, domate, apo prashitje, apo punë dore, apo mbledhje të ullinjve etj etj. Dhe sidoqoftë janë punët më të pak paguara. Pra nuk janë punë që paguhen mirë, sepse tani kohët e fundit i kanë intensifikuar akoma më shumë makinerit. Dhe ky është shkaku kryesor që shumë të huaj kanë mbetur edhe pa punë, ndonë se janë punë të lehta, me fjalë puna dore, jo të lehta, sepse makinerit tani janë, me makinerit e reja që kanë ndërtuar tani, është me thjesht për ata që kanë toka dhe që i punojnë. Pra s'ka nevojë që të marrin njerëz për t'i punuar, sepse i punojnë makinerit, duke hequr shumë shpenzime dhe për më tepër duke anashkaluar dhe problemet që mund të kenë me punëtorët. Pra situata është vërtet drastike në këtë periudhë që po flasim dhe mendohet që në vitin 2026, pra fundi vitit 2026, do jetë shumë më keq, pra statistika do jenë shumë më keq se të viteve të kaluara. Megjithatë, ju që gjendeni në Itali, në çfarë zone jeni? Çfarë pagesash parafërsisht ka në atë zonë ku jeni ju? Le ta diskutojmë së bashku, sepse kështu ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe a ka punë apo jo aty ku gjendeni? Në qoftë se është e mundur, ose në qoftë se nuk doni ta thoni, tregoni të paktën vendet ku ka më shumë punë, sepse puna më e madhe, për shembull në shtetet po flas, më të rëndësishme të Evropës janë Gjermania, ku shkojnë shqiptarët, po flas Gjermania, Irlanda, Suedia, pra që po shkojnë kohët e fundit. Norvegjia shumë më pak, por megjithatë këto janë vendet më të rëndësishme, dhe Greqia. Pra njerëzit sidoqoftë po kthehen në Greqi, edhe pse kanë qenë para ca kohësh, edhe pse disa thonë që i trajtojnë keq, por sidoqoftë ka më shumë punë në Greqi se sa në vendet e tjera. Dhe pse kjo diferencë e madhe? Çfarë po ndodh në Itali që ka mungesë pune dhe mungesë punëtorësh? Pres komentet tuaja. Ditë mbar.